Bukuria e Mata është nëna e Bleona Matës, vajzës 6 vjeçare që 22 maj të vitit 2010 u zhduk në fshatin e saj. Prej 16 vjetësh nëna është duke kërkuar vajzën. Prej 16 vjetësh ka marrë informacione nga më të ndryshmet, i kanë thënë është këtu, është atje, i ka kërkuar para, ka dhënë para dhe nuk e ka gjetur vajzën. Sot ajo vazhdon të kërkojë me të njëjtin intensitet, ka ngritur edhe një GoFund për të mbledhur fonde që do t'i përdorë për një detektiv privat. Je bindur që vajza është gjallë? Po, Blendi, 100%, sepse unë e di që ka qenë një grup i përgatitur për zhdukjen e Bleonës dhe zemra ime rre fort për Bleon që një ditë do të tërkase dhe do t'ja dëgjoj zërin dhe do t'a përqafoj me madh. Unë jam një nanë dhe shpresa vdes pas vdekjes. Shpresa ime nuk vdes kurrë. Unë ma ndjen zemra se Bleona është dhe jeton diku. Nga drejtësia nuk është se besoj shumë. Tani do të vazhdoj në rrugë private. Në rrugë private? Po informacionet që ke marrë në rrugë private, çfarë të kanë thënë? Ku po kërkon? Dhe me thanë, unë jam fut imësisht, dhe me thanë Gjermanisë. Gjermanisë? Po, me detektiv. Ti mendon se është në Gjermani? Po, dhe do të kemi treja, do t'ja lëmë kosmos të bëjmë shumë publike. 16 vjetë që kërkon vajzën e saj, vajza tashti duhet ishte 22 vjeçe ose është 22 vjeçe, nëna nuk po rresht së kërkuari dhe është e bindur që është gjallë. Është duke mbledhur fonde, kushdo që ka një informacion, mendoni vetëm trishtimin e nënës që prej 16 vjetësh kërkon vajzën e saj. Kushdo që ka një informacion, ta informoj dhe kushdo që mundet ta ndihmoj. Bukurie, faleminderit edhe shpresoj ta gjesh sa më shpejt vajzën. Inshallah vetëm me lajme të mira, më rezat.